Se është ka kërkohet, ako shpjegim, më e hapa emisionin, tu konstatu që është jo fort logjike, po pse insistohet 83, 4, 5, 6 deputet. Herën e mërëm që kom këshyrë 2-3 të qinë, që të edhe bojnë, ecem. Po kjo ka qenë si rrjedhoje mos konsistencës një grupi parlamentar, ose në këtë rast Lidhjes Demokratike të Kosovës, të disa deputetëve brenda Lidhjes Demokratike, kur kanë deklaruar që kanë probleme që nuk votojnë ose nuk marrin pjesë në votim. E besoj që edhe herën e parë, kur është votu në vitin 2021, Vjosa Osmani Sadriu për presidentet vendit, kanë qenë 82 deputet që kanë votu. Për herën e tretë. Në më thonë edhe një nëse i kemi 82 për herën e tretë, do t'ishte mirë që të bëheshin 80 në favor të cili do kandidat tash që nëse arrihet konsenzusi, të kryhet ky si proces. Kjo është kry vetëm një herë nëse nuk gaboj, kur është gjetë presidenti Atifete Jahjaga me herën e parë me 80 vota, kur ka pasur dakordim, që mund të quhet dakordim atë botë, por për te asaj, kjo pjesa tjetër mandej hynë diskutimet që shpo i dëgjojmë dhe si i dëgjumë në u rikujtu, në si me thonë, një deja vu e ripërsëritur, thua se nuk ka ndodhur asnjëherë legislatura 9 dhe ajo blokad, thuaj se nuk ka ndodhur asnjëherë 28 dhjetori dhe ajo fitore e rikonfirmuar e koalicionit ton, po duket se, si që përmendëm ma herët, do më thëmë, po provohet me u bojë njëjta gjë me u mrit rezultat tjetër, po nuk e besoj se ka mundësi. Çka është e rëndësishme në një pikë të caktuar, po shpresoj ditëve në vijim, me arte pjekuria e përbashkët e grupeve politike për mu dakordu për një emën, cili do të bazohen në parimet që për postin apo pozitën e presidentes, edhe të hyet në proces të votimit. Si që diskutume, si që pam, se ndështë mundet me qenë shumë e gjanë ose shumë e komplikume, shumë e thjesht po është me thonë ti e kështu ti e ashtu ti zbën, ose me bastardu komplet diskutimin e çfarë do... Qëllimisht është bo kështu deri tash. Po nuk po e shoh arsye që duhet me qenë se nuk ka më rezultat që mundet me argumentu ose arsyetu askënd që e qënë vendin në zgjedhje, pas kësaj situate. Do thënë, na mundem me thonë, jemi të gatshëm se ne jemi forca politike dhe në fund ditës funksionon për me ta konfirmu ose me ta mohu dikush mandatin. Po në situatën aktuale, në rrethanat në cilat funksionet vitale të shtetit po të rrezikohen, përfshi mirëqenia e qytetarëve, siguria shtetërore, në dritën e një pasigurie ndoshta më të madhe në këto dekadat e fundit, në nivelin gjeopolitik, me shku vetëm sa për me thonë që ne jemi të fokusu për me dëmtu një forcë politike ose një njeri me ekvi për shtetit, mu po më duket basti maj pamenqëm që mundet mi bo në një forcë politike. Për arsye se kemi pas zgjedhje, se nuk po thamë që jemi të e vazhdu mandatit, se ne nuk kemi gjendje luftë, se është Ukrajina, s'ka zgjedhje saj ka 5 vjetë nëse s'gaboj, prej vitit 2021 ose 2020 kur i kam pas të fundit. Po ne i patëm zgjedhje. 2 palë nacionale, e 1 palë lokale, me 2 palë raunde, edhe me balotazh, në vitin 2025. Unë kur e kom pa me të vërtet atë zel e atë agresivitet ndaj kryeministit e formës komunikimit, ta është dikush të po a i na ofendojnë, po a i foli me gjuhën e vetë, në kuptimin që a i komunikoj, ju tha opozites, faleminderit, ju më keni ftu, ju më ardhë, ju po mjep një këshilla, unë muj me vendus mi marë ose mas mi marë, ju po më thuni bën e kështu, unë e po zgjedi mënyrën teme, edhe mënyra jeme më ka dole suksesshme dhe me tash. Edhe ajo formë e komunikimit i nxiti në shamje, në fymje, në ngritje të zonit,